liçit. Për shenjën e gafores, gaforja është shenjë në ndikime shumë pozitive në këto momente. Të gjitha investimet që kemi pasur gjithë periudhës së prillit, mund të kemi pasur vonesa, mund të kemi pasur probleme, domethënë mund të kemi pasur prishjen e marrëveshjeve ose në disa raste mund të jetë kthyer puna nga momenti i fundit deri etj. Gjatë kësaj jave do të fillojmë që të vëmë re rregullimin e dukshëm të mirëqenies ekonomike, sepse për shenjën e gafores po fillon një fazë vërtet shumë pozitive në rritjen e saj në karrierë. Kemi një shkëlqim në këtë pikë, ajo çfarë kam thënë tek video që bëra në lidhje me ndikimin e Venusit tek shenja e Dashit, është pikërisht këtë javë do të jetë fillimi i këtyre çështjeve pozitive për shenjën e gafores. Ndërkohë që pothuajse gjatë gjithë javës, duke qenë se edhe hëna është në rritje, energjia e gafores do të jetë vërtet shumë më e lartë, dhe sa vjen dhe do të rritet. Bile drejt fundjavës mund të kemi një pozitivitet vërtet shumë të lartë për shenjën e gafores, pak më tepër që dhe Mërkuri do kalojë tek shenja e Demit. Kjo mund të thotë prezantime të shumta, kontakte të shumta shumë pozitive nga shoqëria, të cilat mund të përkthehen edhe në një natyrë romantike, por dhe mund të përkthehen dhe në një rritje shumë të madhe ekonomike, por mund të kemi oferta nëpërmjet shoqërisë për të krijuar diçka më stabël në jetën e tyre, sidomos për sa i përket çështjeve monetare, por nuk ngjelet vetëm aty, mund të kemi edhe njohje, prezantime për persona të cilët nuk janë në marrëdhënie që sa javë mund të kemi prezantime të tilla ose takime të tilla. Ndërkohë